Përshëndetje të nderuar miqtë mi. Ja ku po takohemi natën e sonte me rrëfimin e radhës. Sonte do të ndajmë një rrëfim me ju të dhimbshëm nga ato rrëfimet që në fakt janë të pabesueshme. Ato rrëfimet që na prekin në shpirt. Unë e di që me këtë rrëfimin do të preken shumë familje shqiptare sepse jam i bindur që shumë nëna kanë përjetuar një ngjarje të tillë. Ka nëna që betohen në momentin kur I japin fëmijët e tyre për njerëz të cilët nuk kanë fëmijë. Ato nënat jo të bëra nga barku, por nëna nga jeta, ato kontribojnë të ato fëmijë, I rrisin, investojnë tek ato, dhe në momentin kur ato fëmijë rriten, nënat biologjike tentojnë që t'i kthejnë përsëri nga vetja dhe t'u prishin atë komoditetin, sepse në disa vite mendojnë që kanë bërë një përzgjedhje gabim. Dhe historinë që sonte do ta ndaj është pikërisht mes dy kunatave, ku kunata ja ka dhënë djalin kunatës së saj dhe ja ka marrë përsëri. Unë nuk kam lindur fëmijë nga barku im, por kam lindur një djalë në zemrën time. Dhe kjo, ndoshta, është dhimbja më e madhe e jetës time. Do me thënë të rrisësh një djalë, edhe ajo të kthehet në dhimbjen më të madhe të jetës, kjo me patjetër që është ironi e fatit. Ishte një dimër I ftohtë, një nga ata dimra kur edhe shtëpia realisht të duket bosh. Edhe kur zjarri digjet. Kunata ime erdhi tek unë me sytë të skuqur, me një foshnjë në krah dhe me një zë që I dridhej nga frika edhe nga dëshpërimi. Mere, më tha, ti nuk ke fëmijë, unë dua ta bëj një dhuratë. E di që do ta rrisësh si mbret, nga që ti je shumë e fortë. Në atë moment unë nuk mendova dy herë. Nuk e pyeta se çfarë do të ndodhte nesër, ishte një ëndër të cilën unë e kisha mbyllur si kapitull për t'u realizuar. Nuk pyeta se çfarë do të thonin njerëzit. Mora fëmijën në krah dhe e shtrëngova fort, tepër fort. Ai qau dhe unë qava me të. Që atë ditë jeta ime ndryshoi përgjithmonë. E rrita si djalin tim. Zgjohesha netëve kur kishte temperaturë të lartë. I alaja rrobat me dorë. I ambaja dorën kur hidhte hapat e parë. Kur më thiri për herë të parë, nën, mua në ato momente më ra bota nga duart. Nuk ishte fjala ime, por ishte zemra ime që realisht e dëgjoi këtë fjalë. Kunata ime vinte rrallë. Her pas here sillte ndonjë lodër, ndonjë robë, por gjithmonë e shihja që kishte realisht një mur mes nesh. Unë nuk thoja asnjë gjë. Mendoja. E rëndësishme është që fëmia është mirë. Vitet kaluan. Djali u rit. U bëi mençur. U bëi qetë. Punëtor. Në shkollë më thërisnin nëna e tij. Kurse murej kërkonte vetëm nga mua. Kur binte e qante, krahët e mi ishin streha e tij. Dhe unë pa e kuptuar, I dhash gjithçka. I dhash rinin time, shëndetin tim, edhe ëndrat e mia. Po thellë brenda meje gjithmonë kishte një frikë. Një frikë realisht të heshtur. Një frikë që nuk guxoja
që ta thosha me zë. Po si kur një ditë ajo të kthehet edhe të më merr. Kur djali u bë burr, kur zëri u trash, kur supet ju forcuan, Kunata filloi që të vinte shpesh. Filloi të fliste për gjakun, për origjinën, për të vërtetën. Dhe unë heshtja, sepse e dija që po afrohej dita që realisht unë kisha frikë. Një mbrëmje, ai erdhi e ul përballë meje, nuk më shikonte në sy, por më tha që më kanë thënë gjithçka, ndërsa mua zemra më ndal. E di që më ke rritur, por ajo është nëna ime. Nuk i thash asnjë gjë. Çfarë mund t'i thosha? Se dashuria nuk matet me gjak. Se nën është ajo që ri pa gjumë. Se nën është ajo që sakrifikon. Ai ishte tashmë burr dhe vendimi i tij ishte i marrë. Ditën që u largua nga shtëpia ime, mora frymë si për herë të fundit. Dhoma e tij mbeti bosh. Rrobat e tij nuk ishin më në dollap. Zëri i tij nuk dëgjohej më në korridor. Dhe unë mbeta vetëm me kujtimet. Kunata e mori djalin e saj dhe unë mbeta pa timin. Sot, kur e shoh nga larg, më përshëndet me respekt. Më thot faleminderit, por falënderimi realisht nuk e mbush boshtokun. Nuk shëron plagën, nuk zëvendëson vitet e humbura. Sepse unë nuk humba thjesht një djalë, humba kuptimin e jetës time. E megjithatë në netët e qeta, kur mbyll syt, ende e shoh si foshnjën në krahët e mi. Dhe i them vetes, edhe nëse ma morën, askush nuk mund të ma marrë dashurinë që unë ja dhash atij djali. Në fakt to janë fjalët e një nënës e cila realisht është më shumë se nën, është 2 herë nën. Ndjesia e saj, emocioni i saj, bukuria e shpirtit të saj, që e ka rritur atë djalë, e bën gjithmonë të jetë e dhimbshur. Unë një gjë di t'i them, që unë besoj, dhe vërtet besoj, që do të vijë një ditë që ai djalë do të kthehet aq shumë pranë teje, sa që vetë jeta do të befasojë.